Në Rusi ka nisur transmetimi i një seriali të ri të animuar për fëmijë me përmbajtje propagandistike dhe tematik gjeopolitike. Seriali i quajtur Sandpit është krijuar nga propagandisti i njohur rus Vladimir Solovyov, i cili është sankcionuar nga Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe për përhapje të dezinformatave që minojnë sovranitetin e Ukrainës. Ky projekt synon të kultivojë patriotizmin që në fëmijëri dhe të mësojë fëmijët rus të diskutojnë për gjeopolitikën me të njëjtën lehtësi siç debatojnë për lodrat. Në videon promocionale 30 sekondëshe që është publikuar në rrjetin Telegram, shfaqen figurat njohura botërore si Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Kim Jong-un dhe Recep Tayyip Erdogan, të gjithë të portretizuar si fëmijë të vegjël në një videothirrje. Putin paraqitet me një uniform të bardhë judoje dhe një anje lodër të zezë, një simbolik për flotën ruse në detin e Zi. Elon Musk luan me një Cybertruck lodër, ndërsa Kim Jong-un mban fort një raket, referencë për ambicjet e tij ushtarake. Trump është i veshur me kostum blu dhe kravatë të kuqe, me flokët karakteristik. Gjatë bashkëbisedimit, Kim thotë se Macron nuk duhet jetë pjesë e udhëtimit në Stamboll, sepse është gjithmonë me gjyshën e tij, një aludim për diferencën e moshës mes Macron dhe bashkëshortes Brigitte. Putin ndërkohë tregon se po përdor një platformë ruse sepse Skype ka vdekur, duke u referuar mbylljes së shërbimit nga Microsoft. Projekti Solovyov Kids përshkruhet si një hapje ri drejt edukimit politik që në moshë të hershme, duke reflektuar përpjekjet e reja të Kremlinit për të rrënjosur botkuptimin putinian të brezat e ardhshëm.